Është e çuditshme se si njerëzit bëjnë diçka të gabuar dhe kur nuk i pranojnë gabimet e tyre. Vazhdojnë sikur s'ka ndodhur asgjë. Viktimizohen e justifikohen, por kur ti gabon, të drejtojnë gishtin. Aty të gjykojnë, të kritikojnë, sikur ke bërë gjën më të dëmshme në botë. Papritur bëhen ekspert morali. Të tregojnë çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar. Dhe më e keqja është se shumë herë janë ata që i krijojnë vetë ato situata. Të shtyjnë, të bëjnë presion derisa të dërgojnë në kufi. Pastaj kur ti reagon, të fajsojnë ty. Nuk e shohin pjesën e tyre, nuk marrin përgjegjësi. E vetmja gjë që duan është një fajtor. Dhe çdo person që nuk di të pranoj gabimet e veta, gjithmonë do të ketë nevojë të nxjerrë në pa gabimet tua. Prandaj mos e harxho energjinë, duke u shpjeguar me dikë që nuk do të të kuptoj.